Jenë mësuar që gjatë një epizode të emisionit në zonë të kemi personazhe të cilat janë të famshëm me ato të cilat servojnë në rrjetet sociale. Se me këtë dhe me çka jemi marrë këtë javë, mund ta ndiqni vetëm pas pak. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Një artist me plot kuptimin e fjalës. Është I hapur për secilën pyetje, edhe nëse nuk I pëlqen e ngushtohet pak. Krejt këto dhe shumë epitete me të drejtë I meriton Afri Muqiqi, I cili ishte pjesë në zonë. Sa më shumë që dalin artista është ma mirë. Unë e kom thonë para një kohë në intervistë që është qetësuese se artista shoqëzohet kemi boll. Po pak qetësuese për neve në estradë është sepse nuk kemi artista të mirë fit në ardhi. Ajo është qetësuese për arsye se kemi imitatorë të mirë, nuk kemi këngëtarë dhe këngëtare që identifikohen tamam me një vokal të ri, sepse dal nga dal ka marrë kohë që duhet mundru të gjenerata. Ai për këtë temë shton që kopja nuk mund t'jetë asnjëherë më e mirë se origjinalja, e thotë që fatkeqësisht po deformon zhanrat. Unë I kritikoj jashtëzakonisht shumë në anën pozitive për arsye se duhet të jenë besnik ndaj atyre që I dojnë, edhe Zoti I Madh që ju ka folën talent duhet me shfrytëzu maksimalisht. Jo me imitu. Me qenë ai që është çfarë është, ashtu çfarë e ka jap Zoti, mundsinë ai duhet të jetë ashtu çfarë e ka lind Zoti dhe çfarë e ka zgjedhur vetë profesionin, sepse asnjëherë nuk mundet me qenë kopja më e mirë se origjinali. Domethënë këtu është ajo problematika, sepse kemi artista shumë të mirë, kemi këngëtarë shumë të mirë, po fatkeqësisht po I deformojnë frazat, po I deformojnë zhanret e shumë sende të tjera që nuk është e mirë edhe për gjithë kombin, sepse vlerat artistike megjithatë duhet të ruhen, pavarësisht se unë e kuptoj edhe onën komerciale sepse edhe vetë jetoj pikë kësaj pune mirë, po megjithatë duhet të jemi të kujdesshëm. Këngëtari Muqiqi përmend dhe konkurrencën e madje këtë gjë konsideron si pozitive. Se përket ardhes këngëtarëve të ri, këngëtarëve të reja është shumë mirë, sepse konkurenca gjithmonë është e mirë, është e shnosh, mirë po mendoj që duhet shumë punë dhe shumë përkushtim, sepse ky profesion është shumë I shajt, shumë I zërshëm. Duhet me qenë gjithmonë 101% ndaj atyre që dojnë. Letë është në shku me kry një mbrëmje, ajo mbrëmje përfundon mirë, po në se ti nuk shkon me një mbrëmje, një dasëm, një koncert, një çka do qoftë, edhe në fakt nuk përfiton edhe shumë neja për asoj mbrëmjes, atër shkon këtë.
A I hap zemrën dhe zbulon se ka pasur oferta nga më të ndryshmet për të bashkuar forcat për dueta. Për oferta pati edhe për blerje të klikimeve, por cilat komponenta e bëj një këngë të suksesshme tregon më së miri Afrim Uçiçi. Mos me të rajt jo oferta, po super oferta, çdo ditë. Në jetën time kur në jetë as që kam diskutuar për atë problem. Klikimi më I mirë, marketingu më I mirë në njerëz, ata që të dojnë, kanë me xhet kudo që ti je. Edhe vlerat gjithmonë kanë me mbijetu. Një këngë e bën shumë të madhe në momentin kur ti e krijon edhe këndon ashtu çfarë e ki të lindun, çfarë e ke perfekcionu atë këngë dhe faktikisht momentin kur ti e këndon bukur dhe ka një vlerë, duke filluar pikë komponimit, aranzhmanit, tekst shkruesit edhe këndimit, normalisht që ai që don edhe të adhuron ka me gjetë vetë edhe ka me ti. Është e vërtetë që edhe klikimet, edhe rrjetet sociale, edhe televizionet e bojnë të vetën, mirë po mos harroni se në atë pyetjen e juaj në fillim, unë e kisha dhënë këtë fazë në 3 etapa. Domthonë gjenerata jonë, e mos flas për edhe në gjeneratë më herët, kemi lind në kohë pa kohë. Ne jemi kriju pa internet, pa televizione. Pse mbijeton një këngë e pse shumë të tjera shuan për vetëm 3 muaj. Vlera nuk humbas njëherë. Jo që jemi të ndëgjuar këtë kohë, po këngët e mira kanë më ndëgjuar sa të ekziston njerëzimi. Domthonë nuk ka shans me harru, e marrëm shembull Fatushin, e cila ka qenë aktuale 33 vite. Edhe u riaktualizu edhe një herë me një, pa thëmë dash super mega hit, s'kam nevojë me thonë, sepse e kanë thonë vetë ata që e kanë dëgju, vetë ata që e kanë shiku e tjera. Artisti pohon faktin se 3 Dots ka kërkuar leje për ta ripërpunuar Fatushin, e për në Zoom ai tregon disa detaje interesante. Ka qenë absolutisht, kanë qenë shumë korrekt edhe në kërkesë e tyre vazhdueshme kanë qenë, të jem shumë I sakt. 1-2 javë vetë unë vetë që kom bajt ashtu herë po herë jo, sepse jo që pretojsha, absolutisht jo në të kuptim mirë, po isha me disa obligime tjera dhe ma në fund vendosa dhe ja vleti pse vendosa, jo ndjem në trend, jo ndjem që punojnë jashtëzakonisht mirë me një profesionalizëm të jashtëzakonshëm, ja ka vleti, kemi bo një seni që i ka qenë aktual, e kemi fresku pak edhe me gjithë atë ka shku aty ku ka vetë. Ti po ka zënë që këta të kanë marrë leje, po a ka ndonë ai kush që ty ka dash me ta rikthy një këngë dhe që s'ka pyete si Po, ka plot, domethënë kemi për shembull këngën e Dadushit në fillim kur e kom bë, kanë marrë plot, edhe s'kan kërku fare leje sepse në atë kohë s'ka pas ligjë për mbrojtjen e drejtave të autorit I cili fatkeqësisht edhe sot mungon, sepse ende nuk është bërë ratifikimi në Parlamentin e Kosovës, mirë po ka pas plot, edhe pe thëmë publikisht se e din këtë që unë jam I drejt për drejt, deri sot nuk ka ndodhur dikush që ka thirrë edhe ka pyet, nuk ka ndodhur në marrë përgjigje negative. Vetëm ai që kënon merre burrërisht, ja pa fsharin e gëzofsh. E dim që ai bën pjesë në emrat më të kërkuar për dasma, e duke përmendur këtë pjesë, Uçiçi thekson se përgatitet maksimalisht për ahengje familjare. Që ta xhelozoj dikon absolutisht nuk e kam, atë kam për fillimit nuk një gjuhë xhelozis profesionale. Nuk kam nevojë sepse gjithmonë përgatitet në momentin kur dal në skenë, e di kush jam, e di çka muj me bë, edhe di ku muj me hi, ku muj me dal. Domethënë ajo është, mendoj që është një pi që se muj me thonë Chelsea ndonjë suksesi që se veç ka, po kjo punë nuk ka sukses sepse deri në frymën e fundit të jetës unë mendoj që duhet të jesh gjithmonë ndaj atyre që dojnë edhe kështu që asnjëherë nuk mundesh me mri atë finalen edhe me thonë këtu përfundoj. Jo, gjithmonë duhet me qenë sidomos për shembull është fjala për dasma. Çdo aktivitet ose të shajt mirë, po sidomos dasma është pak më shajt për arsye se smit tash me shkuti me aprish dikujt një dashëm. Në atë kuptim jo negativ, po nuk e ndoshta se edhe ne jemi njerëz, mos me qenë mirë, me pas probleme shëndetësore, ftofje tjera, mirë, po megjithatë duhet me marrë veten, me qenë shumë I përkushtuar që me kry sepse ai nuk përsëritet nesër. Me
me pas përball një emër madhështor si Afre Muqiqi e mos me pyet për çmimin e një dasme. Kjo nuk bën vaki. Nuk jam për atyre që e pres një sezon, mirë po unë këtë punë e bëjmë me profesionalizmin më të madh dhe jam profesionist në profesionin tim dhe mendoj që viti ka 365 ditë, jo veç 50 ditë. Edhe kështu që të unë nuk ndryshon ata gjithë që po flasë e din, që unë jam i njëjti, dhe më thonë, që 20 vite e më tepër, dhe më thonë po flasë për 20 vitet e fundit, është aty me një variacion jashtëzakonisht vogël, varet pej teritorit, dhe më thonë pej largësisë, sepse nuk mundet me qenë shumë i njëjtë si në Prishtinë, për shkakun si në Strugë, për arsye se është një diferencë rrugore, sepse na duhet me shku me diçka se s'mujmë me fluturu.